Pse ka mbetë mbajtja unazës së martesës? Kjo traditë filloi në Egjiptin e lashtë, ata besonin se forma rrethore simbolizonte përjetësinë, sepse rrethi nuk ka as fillim dhe as fund. Po ashtu romakët besonin në idenë e vena amores, një venë që lidhej direkt nga gishti i katërt me zemrën. Ajo është simbol i dashurisë, besnikërisë dhe përkushtimit mes dy njerëzve. Më vonë në Rumën e lashtë, unaza mori edhe një kuptim ligjor. Unaza tregon se personi është i martuar. Ajo komunikon statusin martesor pa pasur nevojë për fjalë. Në mesjet, unaza filluan të bëheshin prej are, sepse ari konsiderohej metal i pastër dhe i pathyeshëm, ashtu si lidhja martesore. Edhe pse unaza martesës është simbol i lidhjes bashkëshortore, tek ne nuk është gjithmonë praktik që burrat ta mbajnë atë çdo ditë. Arsyeja shpesh lidhet me traditën, natyrën e punës ose preferencat individuale. Megjithatë, shumë njerëz sot mendojnë se vetë unaza nuk e garanton një martesë të qëndrueshme. Në realitet, premtimi nuk mbahet nga një objekt, por nga sjellja, respekti dhe përkushtimi i përditshëm i partnerëve ndaj njëri tjetrit. Unaza thjesht e bën këtë premtim të dukshëm për të tjerët dhe i kujton çiftit vendimin që kanë marrë.